Kryeministri Edi Rama u kap pothuajse me të gjithë kryebashkiakët, të cilët nuk ishin dorëzuar hartat e zonave për paketën e maleve në takimin e sotëm me ta. Teksa i mori emër për emër dhe institucion për institucion, ai ironizoi duke u bërë rreshtor dhe autokritik. Rama ju kërkoi të përfundonin afat porosinë e dhënë, ndërsa pas Kuçovës, Dimalit, Shkodrës dhe Kuksit ai kaloi te kryebashkiaku i Devollit. Më dëgjon ti kryebashkiak i Devollit se i mbyllë edhe ato problematikat e karburanteve, se u bë kjo puna e karburanteve, i zgjidh edhe ato tani. Tani pse nuk i sillni hartat, tha Rama duke u drejtuar të zgjedhurit vendor. Më tej kaloi te kryebashkiaku i Pogradecit duke kritikuar se si një qytet liçenor, ku spikat për fermerët, por edhe për bukurinë e lashtësinë, kërkoi të dinte se pse nuk i dorëzonte zonat me harta. Nuk po flas për Pogradecin, duhet vi harta e paketës së maleve. Ke pasur adamin e fermerëve në Pogradec, tani duhet mos sillësh hartat, u shpreh kryeministri, teksa i zgjedhuri vendor pohoi për realizimin e porosisë. Dushit nuk i shpëtoi as Majlinda Bufje Roskovecit. Rama i kërkoi kryebashkiakës që të bënte edhe autokritik, teksa Bufje pranoi kritikën duke premtuar se do realizonte detyrën. Nuk i kam sjell hartat, është e vërteta, tha ajo. Dhe Rama e ndërpreu, mirë pra, po bëja autokritik. Bufje u ngrit dhe pranoi të bënte autokritikën. Po, bëja autokritik jo vetëm për mua, por për të gjithë ne që si kemi sjell. Ne kemi filluar punën dhe jemi në proces. Faleminderit që nuk na kritikove më shumë. Rama vijoi duke i kujtuar se kishte punuar shumë, por nuk kuptonte vonesën e hartave nga Bashkia Roskovec, duke mbetur pas edhe nga Memaliaj. Ti ke bërë shumë punë, por që të mbetesh me Memaliajin, vazhdoi kryeministri. Bufje u përpoq të replikonte me një batut nga filmat shqiptar, por Rama ja ndërpreu fjalën duke ja kaluar një tjetër kryebashkiaku. Ndërkohë një kritik publike Rama rezervoi në veçantë edhe për kryebashkiakun e Kuçovës, për cilin ka folur shumë në fakt, jo vetëm media, por edhe drejtësia për bëmat e tij. Ti Kreshnik për shembull, çfarë të ka penguar që të bësh hartën e zonave prioritare dhe ta dërgosh atë në qeveri, pse nuk e ke dorëzuar? I kemi shpallur zonat prioritare ne, kryeministër. Zonat i identifikoni, çonte ministri i pushtetit vendor dhe ministri e jep tryezës së qeverisë për të dhënë miratimin. Jemi duke pritur përgjigjen nga ASHK-ja. Nëse ti pret përgjigjen nga ASHK-ja, ti nuk e kuptuar ligjin dhe nuk e kuptuar paketën. Paketa është ilaçi për një dhimbje 30 vjeçare. Të njerëzve që e kanë tokën, nuk e kanë pranuar 7501-shin, ose për shumë arsye nuk e kanë marrë akoma dokumentin që i jep edhe me letër atë që e kanë me zakon dhe duan të investojnë në tokën e tyre. Por të gjithë kemi ngritur duart lart me vite sepse nuk kanë letrat, u shpreh kryeministri duke kritikuar Kreshnik Hajdarin.